po kemi pas edhe shumë raste tjera, me 11 mars nuk e haroj, prap një ofenziv shumë e rëndë në Kotlin, afër Hanit të Lezit një fshat. Edhe aty në atherën thanë, është një ofenziv shumë e rëndë, popullata jënë shpërngull natën ora 4 mëngjesit. Na një ditë përpara ishim. Kur shkum nesër men, u shike rruga që kishin hyne për mal ato tanke dhe kishin qelë rrugët. Edhe u vendosshëm me ato pakot, doktor Valdet, një shkollë, një shtëpi, kudo, me i vizitu qytetarët, popullatën. Je shumë e veti, ku gjej shumë lirë. Po. Me dërgu. I kontrolonin pacientë, ata e lajmërojshin fshatra njëri tjetrin me arë me kry nga një vizit, me ju dhënë një terapi placebo, me thonë paka shumë po. Edhe po më thot ai shefi i organizatës, sot feta dush me ardhë në shkollë se ish një fëmi po sa lindun, nana ka lind, nuk po din që me po, kur shkova one, edhe e kam edhe fotografin aty, e shoh fëmia që ka që vogël, nana ish strupe mjera, e kështë pështjel me këmish të burit, me gjemper të vjerit. Atë misë në rakatët mëngjezit, lindje para kohë. E marru në atë fëmi, kishëm material, sot merë edhe pakon me pelena, e lidha fëmin me pelena, krejt, atë ditë edhe ka qenë CNN të anditën e informatë kështu, për popullatën si kanë vujtë. E mora qka me bo, thash du të me shku me qunë inkubator, dikun me vendos fëmin. Hajde na, Nan Teres, ja morëm edhe nanën me 3 fëmi. Me vete. Mora mi dhëm pak qaj, asaj nanës pak me zbuce, pasa lindën 4-5 orë se kishtim. E vjeri saj, o, ama vreta dhe mu një pikë, sa se më dullë shpirti, thash po kjo është lahu, sa zut pak mu forcu. E pështjellëm atë fëmi, i murë edhe 3 fëmin, buri saj edhe familja thanë, ndorë tone na, s'mujna me arë, zgudzim t'i mere. Shkum Nan Teres, rrugës në nali një patrolle dhe për thot, kush janë për tregoj. Shkum Nan Teres, thojnë, fatkeqësisht nuk kemi inkubator, duhet në pediatri. Shkova me nanën në pediatri, e pranun fëmin, ma dhanat shiritin që e kishtë edhe fëmiu, edhe nanave thot, maje ti thot, unë s'kam që ka bëj, e këthim nanën në Kaçanik, a besoni, ajo ditë ka qenë 11 marsi, edhe kishin shkru gazetat që nëse shpëtan do t'ja lejnë vajzës emrin Lilidona, familja. 3 muaj, 2 muaj e gjysë sa kemi qëndru në Stankovec, unë e kum pas shiritin me veti. Familja u zhduk për mu, nuk dita ma gjo për familje. Kur kemi hynë Kosovë, dhe isha me mbaru këtë rast, me një herë, me 14-15 qëshor, drejt kom shku në pediatri, me kërku fëmina ashtë, dhe me emocione, tash ishala gjallat, fëmi mja këthi nanës. Kur shkoj, thot, jo, më vjen keq, thot, nuk kam bjetu. Tash e pas keni vra, se kjo edhe një sërbe. Tha, jo, mos ashtu, tha, mos tuj, thash, nuk është e mundëm, se nuk i keni ndihmun, qëfar gjendje ka linde, nana, sa vujtjet për to ku e ka. Tha, nuk ka, po trupi, tha, edhe trupin nuk mëj me ditë, tha, luft kanë dodhë gjithë shka dhe. A njëftohë më ndaj, nanën? Nana më ka lyp me gazetë. E ka pa gazetën, edhe thot, vinë me kërku në organizat, nesër thot, po të kërkojnë në ushtria e NATO-s, policia e NATO-s dush me mbet në zyre, mos me dalë në teren. Erë nana me vjerën, me burin, tha, jemi arë, tha, me shku me lyp qikën. O, sa moment i vështirë ka qenë. Kër i këmë thonë, s'kam bjetu, qysh aja. A e qumë në bashkë, e lama aty, e pësa mos me shumë moment i vështirë ka qenë. Jëm dalmi për cjellë, nuk dësha së farë shpreje, me ju thonë që e humbën në farë mënyre, e humbën nanën, e humbën fëmin, që kish mujt me lindë, mës të kishin torturu, mës të kishin largu për shpije.